Atëherë dhe njerë për përshëndesim të ndrosh shikues të gjithë juve që jeni me televizionin Opinioni, jemi së bashku në kuadër të programit të zgjedhjet komunale 2013 dhe jemi me të ftuarin e radhës në kuadër të programit tonë. Sonte, gjithashtu me prezencën e tij në studion tonë ka ndëruar edhe kandidati për kryetar nga Lëvizja Vetëvendosje, Arber Rexhaj. Mirëmbrëma, Arber dhe mirëserdhje. Përshëndetje me ndarë, ju falenderoj që keni parë të arsyeshme të më thresni si mysafir sot sonte, pra të diskutojmë pra për situatën aktuale politike dhe për zgjedhjet në përgjithësi. Mirë, fillimisht si po ju shkojnë të ditë në prag të zgjedhjeve të 3 nëntorit? Si po e shihni, unë këtu vi si kandidat për kryetar komune, megjithatë vi i lodhur, sepse unë për çdo ditë jam në terren, jam pranë qytetarëve dhe në dallim me kandidatë të tjerë, unë punoj si një aktivist i Lëvizjes Vetëvendosje, prandaj kur vi këtu, pra nuk vi vetëm si Arber Rexhaj, por vi si ne, pra vi si Lëvizja Vetëvendosje, sepse vi si përfaqësim i konceptit politik të Lëvizjes Vetëvendosje dhe detyrimisht pra mendoj që fushata jonë po shkon mirë, sepse realisht ne për herë, pra jo vetëm tani në këto tubime publike që po i organizojmë me qytetarë ose në për këto debate televizive, ne këto kemi pasur përditshmëri, sepse në dallim prej partive tjera politike, domethënë pjesë që megjithatë konsiderohen si parti të cilat konkurrojnë për ta ndarë buxhetin, ne pretendojmë të jemi lëvizje që megjithatë të jemi zgjidhje dhe kështu mendojmë që kemi zgjidhje për Prizrenin. Lëvizja Vetëvendosje që 8 vite dhe sidomos që 3 vite si struktura të organizuara në qytetin e Prizrenit ka treguar se është opozita e vetme në qytetin e Prizrenit dhe ka përfaqësuar pra qytetarin e Prizrenit. Në këtë farforme ne mendojmë se në qytetin e Prizrenit nuk ka pasur opozitë, mendoj që ka pasur një parti politike me 2 fraksione politike. Pra, një parti që i ka bërë bashkë 2 fraksione, edhe PDK-n edhe LDK-n. Për këtë mund të argumentojmë me rregullorën për legalizimin e ndërtimeve pa leje, kur LDK-ja pra përçante brenda asamblesë mesazhe ose konotacione të negative për këtë rregullore dhe thoshte që do ta shkatroj pra qytetin. Dhe në një moment unë si pra vëzhgues nga televizori i zyrës sime e poshtë mendova që ose do ta votojnë kundër ose pra dhe do të largohen nga salla dhe më duk vetja naiv kur i poshtë se edhe PDK-ja edhe LDK-ja e votuan pra rregullorën që legalizonte pra legalizonte krimin e ndërtimeve. Në këtë farforme besoj që për herë qoftë me aksione, qoftë me konferenca për media, qoftë me protestën, dorëheqja nuk mjafton pra ndaj kryetarit të komunës, domethënë Ramadan Muja, kemi dëshmuar që jemi opozita vetme dhe tani nga kjo opozitë dëshirojmë pra si lëvizje të vim në pushtet dhe të kemi zgjidhje pothuajse për të gjitha pra problemet e qytetarëve me cilat po ballafaqohen ata. Mendoj që qeverisja aktuale është e degraduar aq skajshëm saqë besoni që kur e kam parë që edhe një herë po garon pra i njëjti kryetar komune, unë vetëm vetë kam thënë se në PDK pra ka njerëz të cilët mendojnë pra me kokën e vet. Besoni, domethënë brenda strukturave tona ka pasur edhe pikë pyetje dhe pikë çuditëse, sepse në njeri të degraduar, një parti kaq e degraduar pra me këta persona të njëjtë pra për kandidat për asamble është e pamundur pra me një farforme në mënyrë të objektive, në mënyrë logjike që të hyjnë garë dhe ta fitojnë Prizrenin. Unë po flas në aspektin objektiv dhe në aspektin logjik. Sepse tani e kemi kryetarin Muja dhe i kemi pra të gjithë drejtorët e tij, rreth tij, të cilët gjenden pra para seancave gjyqësore. Kohën më shumë të harxojnë pra duke u gjendur në karriget e seancave gjyqësore se sa në zyrët e veta. Prandaj edhe në kohë fushate ata përballen me drejtsinë. Pra po kthehemi aty ku e thash në aspektin objektiv dhe logjik,
është e pamundshme pra këta ta fitojnë Prizrenin. Ndërsa megjithatë, në aspektin jo logjik dhe në aspektin jo objektiv, gjithçka mund të ndodhë. Mirë po për ne, pra objektiviteti është, domethënë, megjithatë garantues se kjo strukturë e cila, domethënë, e ka degraduar qeverisjen deri në skaj, e ka pamundshme ta udhëheqë pra qeverisjen. Edhe nëse udhëheq, ajo qeverisje do të bie, domethënë, me opozitën tonë si lëvizje vendosje. Meqense ne jemi shumë të sigurt që me 3 nëntor do të fiton alternativa e vetme, pra e cila ka zgjidhje për qytetarët e Prizrenit, siç është lëvizja vendosje. Më qytetarët e Prizrenit nuk kanë pra 2 alternativa të cilat janë të këqija dhe duhet ta zgjedhin më të keqen. Tani e kanë, domethënë, mundësinë të zgjedhin një alternativë, pra alternativën që ka zgjidhje dhe t'i lënë anash pra 2 doktorët të cilët realisht edhe së morën qytetin. Po, realisht, me që veç e nisëm kështu, ku janë ato pikat me cilat ju realisht nuk keni të kënaqur dhe çfarë do të bëni ju si lëvizje vendosje në drejtim më mirë se sa kjo aktuali? Po, fillimisht lëvizja vendosje si lëvizje që 8 vite ka treguar që është në rrugë drejtë, është parimore dhe ka koncept. Dhe mbi të gjitha, pra, këtë keq qeverisje, korrupsionin dhe nepotizmin do ta shndrojnë në transparencë totale. Për pos kësaj, ne mendojmë se ajo çfarë mund t'i japim, pra shembull qytetarit, ose çfarë mund t'ju themi, nuk janë 100 milion euro të thoqit, që sot i premtojnë në qytet, që na tregoj që është një gjambaz. Sa premtoni ju? Po, ne nuk premtojmë miliona. Absolutisht, ajo çfarë na mund të premtojmë është shembulli i mirë i qeverisjes. Ajo çfarë ne mund të themi është që ne do të jemi transparent, ne do t'a japim shembullin e qeverisjes së mirë. Dhe mbi të gjitha, me qeverisjen e lëvizje vendosje, qytetari i Prizrenit njëherë për gjithmonë do të çlirohet absolutisht nga të gjitha paradigmat, nga me një forme nga korrupsioni, nepotizmi, kryesisht kjo keq qeverisje, edhe nga frika që e ka kapluar pra ky sistem korruptiv qytetarin përse brenda. Ne do ta çlirojmë qytetarin dhe qytetari së paku do të ndihet i lirë, pra që ta shpreh mendimin e lirë, që të shprehet lirshëm, edhe realisht të ndihet, domethënë, kryesisht i lirë në veprim edhe në shtëpinë e vet ku jeton. Unë e di që ka ardhur koha që qytetarët njëherë për gjithmonë, pra kur dalin në zgjedhje, sepse prapa kutijave askush nuk i sheh, pra ta thonë fjalën e vet, ta japin alternativën e vet, dhe në forme të mos friksohen prej mendimit dhe prej çlirimit të qytetit në Prizrenit. Nuk po e glorifikoj kur them çlirim, por për një moment, nëse e shihni kohët të fundit, ndonjëherë po më krijohet përshtypja që unë nuk e kam kundër kandidat Ramadan Mujin, po e kam kundër të kandidat pra Hashim Thaqin, sepse ai për herë vije dhe thot vota e ndaj Ramadan Mujës është votë për domethënë mua personalisht. Kjo është domethënë absurde. Kur vjen Albin Kurti, si kryetari i lëvizjes vendosje, ai nuk thot kështu. Ai thot votojeni Arber Rexhajn sepse keni alternativën më të mirë, por nuk e personifikon Arbrin edhe Albinin. Arbri është personalitet tjetër, Albini është personalitet tjetër. Mirë, po ajo që na bashkon mua Albinin është koncepti politik, është rruga jonë e drejtë me cilën kemi rrugtuar me vite. Prandaj unë e përfaqësoj lëvizjen vendosje në këtë forme, po e shoh që megjithatë dhunshëm po dëshirohet mirët Prizrenit. Nëse qytetari i Prizrenit ka ditur pra ndër vite, tjetë plejade ndryshimeve, tjetë pra demistifikuese e gjitha problemeve me cilat ka kaluar gjatë historikut kohor. Atëherë nuk kam kurfar dyshimi dhe unë besoj plotësisht në fisnikërinë dhe vetëdijen e qytetarëve prizrenas. Mirë po, qytetarët duhet ta kenë parasysh edhe një gjë tjetër, sepse nëse edhe një herë pra na udhëheqin këta 2 doktorët të cilët për një mend e kanë sëmur qytetin, i pari ka filluar me degradimin e fshatit Prevall, i dytje e ka përfunduar dhe sot Prevalla gjendet në një moment, domethënë kryesisht të kaosit. Ju e dini që në Prevall edhe sot e kësaj dite fillojnë hetimet, këtu kemi paj edhe ne sepse për herë kemi
kemi treguar përmes konferencave tona se që ndodha atje. I pari e kolli komunën duke dashur ta fsheh korrupsionin e nepotizmit. Sot njerëzit ende kanë problem me pronat e tyre, shkaku i djegjes së qëllimt. Dikush mund të thotë po drejtësia tha fjalën e vet. Po ne e dim që megjithatë drejtësia sot për sot në Kosovë është politike, është e anshme dhe se qytetarët domethënë e dinë fort mirë se nuk po mund t'i besojmë drejtësisë. Drejtësisë duhet t'i besohet në atë moment kur rojet, pra këta badiguar të cilit i kanë politikanët, këta gjipa të shrejt që i kanë politikanët, mos t'i kenë ata, po t'i kenë prokurorët komunal, prokurori shtetit, ata duhet të kenë gjipa të blinduar, ata duhet të kenë badiguart, edhe me një forme të t'i sigurohet pra jeta atyre, familjes së tyre, dhe pastaj i luftohet korrupsioni, edhe nepotizmi. Këtë forme, mendoj se alternativa e vetme me 3 nëntor duhet të jetë lëvizja vendosje, duhet të jetë koncepti jonë politik dhe duhet të jetë zgjidhjet tona për Prizrenin, cila sigurisht do të diskutojmë domethënë nga tash. Po, do të ndalemi pak në fushatën e së vjetme. Të flasim në përgjithësi si e sheh arbri fushatën dhe pastaj do të ndalojmë në atë se çfarë keni bërë ju realisht gjatë këtyre ditëve. Përballë fushatës tonë, e cila është e drejtë, e cila është megjithatë konceptuale, e cila lidhet drejt për drejti me qytetarin, dhe ne për çdo ditë komunikojmë atë, sepse edhe alternativën lokale, ashtu siç kemi bërë alternativën qendrore, ne e kemi bërë në bashkëbisedim me qytetarit. Kur them në bashkëbisedim, ka më vije keq sepse ky bashkëbisedim me qytetar është kthyer as shumë në demagogji, është kthyer as shumë në disa përvoja makthi që domethënë është keq përdorur edhe emërtimi qytetar. Po megjithatë ne domethënë edhe si lëvizje sa kemi mbajtur më shumë titubime me qytetar se sa kuvendi komunal që duheshte realisht ta pyes qytetarin e vet. Pra ne si lëvizje kemi vizituar më shpesh qytetarin pra pa qenë në fushat. Dhe mendoj që tani atë rrugtim ne veç po e vazhdojmë, veç se domethënë alternativën të cilën e kemi përgatitur me qytetarin së bashku, me sugjerimet e tyre, me kritikat e tyre, me domethënë ato të cilat kanë nevojë ata, që na kanë shprehur për ujin, për turizmin, për ekonominë e Prizrenit, për bujqësinë, për blegtorinë, të gjitha këto, për arsimin e shëndetësinë, ne vetëm i kemi etabluar si alternativë dhe në fakt domethënë qytetarët do të kenë mundësinë ta kenë alternativën e shtypur në ditë domethënë vazhdim. Kjo është vetëm një pjesë e shkurtër, cilën domethënë kemi bërë tani për tani. Dhe mendoj se përballë fushatës tonë, e cila është e drejtë dhe e cila është kërkuese, është emancipuese para se gjithash, kemi një fushatë tjetër e cila është e dhunshme, dhe se ju e pa thoshin qytetarin e pyet për herë i thot, po kujt do t'i japësh votë? Ai thot dihet. Po kujt, derisa shtym pra fjalën domethënë në partinë e vet. Kjo është fushatë e dhunshme. Dhe sot, domethënë te lidhja e Prizrenit, thashë megjithatë kishte mbledhur disa intelektualë të qytetit. Besoni që gjysma atyre intelektualëve të qytetit nuk besojnë thashin. Mirë po, dhunshëm duhet marrin pjesë. Duhet marrin pjesë sepse janë ose të friksuar, shantazhuar dhe forma të ndryshme. Por megjithatë, edhe si lëvizje vendosje, ne mendojmë që me ardhen tonë në pushtet do t'i çlirojmë domethënë nga ky handicap që e ka përfshirë qytetin e Prizrenit. PDK-ja dhe Ramadan Muja pra duhet të bie nga domethënë qeverisja në Prizren. Jo për shkak se lëvizja vendosje domethënë rënien e tyre, po për shkak se do t'i bëj mirë qytetarit. Nëse qytetari vendos sërish pra që ta mbështet Ramadan Mujin, le ta vendos, ai ka për vete. Mirë po, një gjë domethënë duhet ta kemi të qartë gjithë. Si lëvizje vendosje ne mendojmë që është koha e fundit, pra për t'i thënë fund kësaj arrogance dhe një herë mirë pra t'i drejtohemi alternativës parimore të drejtë, e cila jep shembullin e mirë të qeverisjes. Nuk premtoj miliona euro. Bile njerëzit më kanë thonë në përtubimet të ndryshme politike, po pse s'premtoni miliona. Po nuk premtojmë sepse nuk dëshirojmë që të bëjmë demagogji. Pra, ku shkojmë në domethënë lagje të qytetit, në përfshatra të komunës sonë, pra, gjëja e parë që më thonë ata, po çka po na premtonte. Unë ju premtoj angazhimin maksimal si kandidat për kryetar komune. Ju garantoj shembullin e mirë të qeverisjes.
Prandaj nuk mund të bëm palaço që t'i premtoj 100 milion euro për qytetin e Prizrenit, sepse nuk i kemi ato para. Dhe kush thot 100 milion euro i premton për qytetin e Prizrenit, ajo është demagog dhe ai megjithatë po e gënjen pra qytetarin e Prizrenit. 100 milion euro për çdo qytet të komunës, për çdo qytet të Kosovës, ato e kthen domethënë në demagog, në mashtrues të domethënë qytetarëve. Nëse ka qytetarë të tillë të cilët i besojnë, le ta votojnë. Mirë po e jona, pra qëndrimi i lëvizjes ndosje është që megjithatë duhet kihet parasysh logjika dhe objektiviteti ose më mirë të themi realizmi i gjithë këtyne milionave cilave po garantohen për fushata. Me qenë se i paskëm kaq shumë milion, me qenë se në Prizren po mund kanë të sillen 100 milion. Pse aq shumë ka papunësi, pse ka varfëri ekstreme, pse nuk ka vende pune? 8 vite, pra Ramadan Muja ka mundur t'i bëj të gjitha këto dhe nuk i ka bërë. Atëherë, për i dashka një mandat që t'i bëj. Pra, a sheni çfarë demagogjie këtu? Ne pra, mendojmë që qytetit i Prizrenit ja kthejmë shembullin e mirë të qeverisjes dhe ajo çfarë mund të themi na që është, domethënë ne bazohemi kryesisht në një shtyllë e cila nënkupton zhvillimin ekonomik të qytetit dhe zhvillimin ekonomik të qytetit e shohim kryesisht duke krijuar një lloj dikotonomie, kulturë dhe ekonomi, duke pasur parasysh simbolikën e qytetit të Prizrenit, simbolikën historike dhe kulturore, dhe besojmë që Prizreni nuk i takon vetëm prizrenazëve, po gjithë shqiptarëve gjithandej nëpër Kosovë, duke mos anashkaluar edhe jetesën e përbashkët me komunitete. Mendojmë se kultura, pra trashëgimia kulturore dhe historike përbën një resor të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik të qytetit dhe ne mendojmë që përmes mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, ruajtjes të restaurimit të saj, mund të krijojmë efekte shumë të mira ekonomike dhe për këtë na tregon edhe një rast konkret. Për shembull, Dokufesti brenda 4-5 dite ka mundur të sjellë në qytetin e Prizrenit dikun 70 milion euro. Kjo është rruga e drejtë, kjo është domethënë gjuha argumentuese të cilën ne përdorim nëpër debate në diskursivitet. Dhe kësaj lloj ne pra mendojmë që përmes udhërrëfyesve turistik dhe ciceronëve do të mundohemi që përmes kulturës, pra edhe ta zhvillojmë në një anë kulturën, ndërsa në anën tjetër pra t'i japim havë edhe zhvillimit ekonomik. Përpos kësaj, ne mendojmë që në qytetin e Prizrenit nuk është dhënë pra krah bujqësisë, sepse fatkeqësisht të gjitha fabrikat të cilat i patëm, pra me këtë, domethënë me rastet e fundit ku ne demonstranin fuqishëm kundër privatizimit të tyre, na ushqitën, disa na shkuan për hekurishte, mendojmë se nuk mund të premtojmë fabrika të metalurgjisë rancë, sepse do të ishte demagogjike. Dhe ne çfarë mund të themi është që bujqësinë që i ka tani për tani 1%, me një përpjekje maksimale tonë nga 1%, pra mund ta kthejmë në 10%, më mirë po ta kemi parasysh gjatë 4 viteve. Si do ta bëni këtë? Po, momentalisht, bujqësia i ka 360.000 euro në, domethënë prej buxhetit total sa i ka. Dhe ne mendojmë se përmes hapjes së 2 zyreve, të cilat do të hapshin në kuadër të kuvendit komunal, ju e dini që administrata brenda kuvendit komunal është mbipopulluar. Prandaj ne nuk kemi nevojë që ata njerëz profesional që gjenden brenda administratës t'i heqim dhe ata mund t'i ngarkojmë pra si punëtor në këto zyre dhe këto 2 zyre do ta kishin një qëllim, pra krijimin ose informimin për donacionet e brendshme brenda, pra edhe donacionet e jashtme. Përpos asaj ju djeni që domethënë ne mund ta ristrukturojmë buxhetin komunal dhe mund ta kthejmë në vijen që megjithatë ku e kemi aty, ku dëshirojmë pra të qeverisim. Ne mendojmë se me qeverisjen lëvizje dhe ndosje do të zgjidhet edhe furnizimi i ujit të pijshëm. Dhe është interesante në këtë rast të përmendim se ne sipas analizave tona kemi parë që fatkeqësisht ky problem është problemi i menaxhimit. Domethënë prej 40 burimeve sa ka Prizreni, ka domethënë ujë të mjaftueshëm të pijes dhe ne mendojmë që me një farë na nevojiten edhe 2 burime të reja, që është burimi në Poslisht dhe Vërmic, të cilën pra detyrimisht duhet ta bëjmë. Ne mendojmë që duhet të kemi një administratë të drejtë dhe transparente, ku qytetarët pra për çdo informacion që dëshirojnë ta marrim shpejt,
edhe pra të jenë në formatin transparent, të mos ketë probleme pra administrative dhe në këtë farë forme kjo transparencë të lidhet pra komunë edhe qytetarë. Sepse ne nuk mendojmë se komuna është hapësirë private, që është tani për tani, që shka qenë edhe para këtyne 8 viteve në qeverisjen e LDK-s, dhe mendojmë që komuna pra duhet jetë hapësirë publike, ku i takon të gjithë qytetarëve pa përjashtim. Pra, kur them pa përjashtim, e kam parasysh se në alternativën tonë parashojmë alternativë sociale dhe në angazhomi që qytetari të jetë i barabartë në mundësi. Ne e dim që dallojmë njëri prej tjetrit, dikush domthon ka pak më shumë, dikush më pak para. Këtë e lidhim edhe prej alternativës qendrore dhe ne mendojmë se qytetari i Prizrenit së paku duhet të jetë i barabartë në, domethën, këtë formë, pra në mundësi. Nxënësi i cili regjistrohet në shkollë fillore dhe në shkollë të mesme së paku duhet të ketë, domethën, barazi në mundësi. Ne angazhohemi po ashtu që në nivel të arsimit fillimisht ta depolitizojmë skajshëm, domethën, arsimin, sepse arsimi i Prizrenit, domethën, lëngon nga cilësia dhe cilësia sillet në arsim me një mënyrë, domethën, të vetme. Nëse e depolitizon fillimisht, pastaj e profesionalizon, nga profesionalizmi e sjell në cilësi. Pra, një herë për gjithmonë i heq militant partijak të cilët po e ngulfasin arsimin, në këtë farë forme krijon vende pune. Ne sa studenti kemi të cilët na vijnë nga jashtë, nga brenda, të cilët nuk munden ndoshta me vite të punësohen, shkaku që nuk ka vende pune dhe shkaku që me një farë forme njerëzit jo profesional janë të, domethën, kryesisht i mbajnë ato poste zyrtare, qoftë të menaxherit, qoftë drejtori, zamjenik drejtorit. Cilat janë disa prej projekteve prioritare të lëvizjes vetëvendosje? Doja të fokusohemi pak më pika më trasha të alternativat që ofroni ju si lëvizje. Pse të votojnë për Arber Rexhaj njerëzit? Unë e thash qysh në fillim, pikat kryesore i përmenda për Arber Rexhaj, domethënë qytetari i Prizrenit me një farë forme duhet ta konceptoj një rrafsh të drejtë. Unë thash qysh në fillim, kur vi unë këtu vi si Arber Rexhaj, kam emër dhe mbiemër. Mirë, po këtu unë jam ne. Dhe ky mendim i lëvizjes vetëvendosje, pra konoton pikërisht në rastin se unë jap, domethënë, diskurs, jap konceptet të lëvizjes vetëvendosje, prandaj jap edhe alternativë të vendosjes. Duhet të votohet lëvizja vetëvendosje dhe kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prizrenit për një qëllim të vetëm. Sepse në qeverisjen lëvizje vetëvendosje do të ketë shembullin e mirë të qeverisjes, zëjtarët dhe afaristët nuk do ta kenë pra problemin e politikanëve të cilët i trokasin në derë dhe i maltretojnë në forma të ndryshme, shkoni edhe pyetni ata se si, dhe me një farë forme, zëjtarët dhe afaristët, nëse ne nuk mund të ndihmojmë si qeverisje komunale, nuk do ta kenë së paku problemin që ne të ndalojmë ata, sepse qeverisja që shkoi lëre që nuk i kanë ndihmuar fare, megjithatë ne si vetëvendosje mendojmë që do t'i subvencionojmë ata, dhe në këtë farë forme për ta ne do t'jemi një shtys, një qëllim dhe një mënyrë jo pengese në rrugtimin e tyre për zhvillimin ekonomik të Prizrenit, sepse ata duhet të konsiderohen edhe heronj, sepse mbajnë familje të tëra pra në ombrellën e tyre ku ata ushqehen. Sepse me një farë forme edhe e zbusin këtë varfëri ekstreme. Ju e shihni tani, dikur kishim më shumë para, tash nuk kemi fare. Kjo shtresa e mesme që ka qenë dikur, e vreni që ka filluar pra të bëhet shtresë e varfër. Ne secili i kemi bosh, domethënë, dikujt të afërm shokut të tjera, sepse kjo është pasojë e keq menaxhimit të paras publike. Besoni ne, domethënë, këtij pushteti kemi treguar se këta megjithatë paran publike vjedhin edhe në emër të dëshmorëve. Pra këta vjedhin edhe mbi bustat e dëshmorëve. Këta pra unë nuk e kam ende të qartë se si mund të dalin me ftyrën e pastër
edhe pa ju dridhur fare buza ta kërkojnë votën. Krejt të gjitha këto më bëjnë shumë krenar përballë, domethënë, dy kandidatëve tjetër. Përballë të kandidatit LDK-s edhe PDK-s. Së paku lëvizja vendosje ka zgjidhje, ka alternativë dhe megjithatë është e pakompromituar, garon për herë të parë në zgjedhje, ka kandidatët më të mirë për asamble, ka kandidatët të cilët janë plejadë ndryshimit dhe besoj që ne së bashku me qytetarin nuk duhet ta durojmë këtë gjendje dhe duhet ta ndryshojmë Prizrenin. Prandaj mendojmë se Prizreni ndryshon së bashku me ne. Po jeni për herë të parë në këtë zgjedhje, realisht jeni edhe kandidati më i ri i këtyre zgjedhjeve. Çfarë do të thotë kjo për ju fillimisht? Ndoshta do të ishte më mirë të pyesni qytetarët përballë dy kandidatëve të cilët pra kanë një moshë të shtyrë, gati pra për dalë në penzion, njëri edhe prej tyre do duhet të ishte në penzion, për vete në moshën e tyre, po të isha do të kisha shumë dëshirë të mirësha me nipat dhe mbesat e mia, sepse mendoj që njeriu në një moshë të tillë i ka treguar të gjitha dhe nuk ka çka të tregoj më. Përposa asaj kemi edhe një rast tjetër që të dy kandidatët pra kanë qeverisë me Prizrenin dhe kanë bërë atë çfarë kanë ditur. Mendoj që unë kam energjinë e një djali të ri, unë kam vullnetin e një djali të ri, mirë po nuk e moj faktin pra që e kam mbështetjen e përvojës së moshës së mesme, të cilët për herë më përkrajnë, sepse ju e dini që lëvizja vendosje pra në këto zgjedhje komunale ka kandidat për asamble, ka dhe strukturën prej profileve të ndryshme profesionale, përpos profileve, prej moshave të ndryshme, qoftë të rinis, qoftë të moshës së mesme, dhe mendoj që përvoja atyre, energjia ime, e bëjmë një dyshe ku ne me gjithat, domethënë mund të qeverisim sërish, domethënë në mënyrën më të mirë, duke dhënë edhe shembullin më të mirë. Cila është pika juaj më e dobët, zoti Reçaj? Çfarë do të thoshit në Unë jam shumë nervoz, ndoshta është diçka karakterologjike, kështu të themi, përpos që jam nervoz, ka për nxehem ditë, nxehem edhe shpejt, dhe njerëzit kudo që po më takojnë më thojnë po a qeshti ndonjëherë. Unë i them që po, dhe më vjen keq që kam lënë këtë përshtypje tek njerëzit, tek qytetarët, dhe besoj që po mundohem të qesh më shumë, besoj që kjo është pika ime më e dobët. Pra në këtë rrafsh të bashkëbisedimit, po mundohem që të jem më i butë, më i qetë, por ndoshta kjo ka të bëjë edhe me këtë energjinë, domethënë sepse unë nuk mund të rrihem në një vend, jam nga pak edhe atraktiv në kuptimin, domethënë gjithmonë kam dëshirë që të bëj aktivitete e tjera. Dhe në këtë forme, mendoj që kjo pikë ime e dobët ka të bëjë kryesisht me këtë punën e gufimit, ndoshta kanë edhe djemë tjerë, domethënë të ri. Unë i kam dy fëmijë, kam një djalë dhe një vajzë, kur jam para tyre, pra unë ndihem shumë mirë dhe qesh. Mirë po dëshiroj qëllimisht ta bisedoj këtë gjë, sepse kohëve të fundit fatkeqësisht njerëzit po thonë po shumë është bërë serioz tepër, ai nuk di as qesh, as nuk po i dal gjak në fytyrë e tjera. Apo po ruani buzëqeshëm për pas 3 nëntor? Nuk është me rëndësi ajo farë pune, ndoshta atë ditë fare nuk do të qeshim, sepse do të fillon një etapë e re e ndryshimit. Mirë po, buzëqeshja mendoj që është pjesë e mirë e jetës, është pjesë e bukur, edhe çdo njeri pra është i bukur kryesisht kur buzëqesh. Unë jam shumë i kënaqur që nëse atë ditë pra fiton vendosja qesh qytetari. Kjo është me rëndësi. Për neve se sa kjo çështja individuale, sepse brenda lëvizjes sonë ambicjet dhe çështjet individuale janë shumë më pak të rëndësishme se sa kjo çështja kolektive, barazia e qytetarëve, kjo barazi në mundësi që po themon, dhe ky shembulli i mirë i qeverisjes. Ne do të jemi shumë të kënaqur që me 3 nëntor pra t'i kthehet buzëqeshja të gjithë prizrenasve
pa përjashtim dhe të ndihen krenar pra për ndryshimin e madh të cilën ata mund ta bëjnë në të vërtetë. Të doja edhe njerë t'ju kthej të alternativa, të projektet, të platforma e lëvizjes vetëvendosje. Çfarë do të përmendnit tjetër ndër projektet që i keni veçuar se ka nevojë Prizreni për të ardhmen? Ne mendojmë se në aspektin e alternativës mendojmë që Prizreni vuan kryesisht zona historike. Ne kemi qenë kundër pra krijimit të zonës historike, ju e dini, ne kemi bërë protesta, demonstrata, aksione të ndryshme. Megjithatë kjo pjesë pra është mbi ngarkuar me mbi ndërtime. Dhe sot në një debat një moderator na pyeti a do të shkatroni ata apo jo. Të gjithë kandidatët tjerë thanë jo, unë thash një fjalë të vetme. Thash ne do të veprojmë sipas parimeve të ligjit. Dhe me një farë kjo do të thotë se aty ku qytetari i thjesht pra ka ndërtuar për çështje personale të ekzistencës së vet, atë pra mund ta kuptojmë. Mirë po, në asnjë farë nuk mund ta kuptojmë mbi ndërtimin i cili te kalon të gjitha limitet dhe fatkeqësisht komuna në drejtorinë përkatëse nuk ka parapar as mjete për eliminimin e ndërtimeve të ekra. Edhe të dëmon këto mbi ndërtimet. Mua shumë më vjen keq që për qëllime elektoraliste të gjithë kundër kandidatët pra nuk i përmendin këto. Arsyeja është se në zonën historike janë dikon 7% mbi ndërtime, domethënë të egra. Ne pra do të sillemi konform ligjit. Nuk do ta menjanojmë pra mundësinë që këto mbi ndërtimet të cilat pra mund të rivitalizohen, të rregullohen, kryesisht modifikohen përmes mënyrave dhe rrugëve të ndryshme, mirë po do të veprojmë përherë sipas ligjit. Dhe kjo na çon aty që tash merret të shembull i mirë i qeverisjes. Ne nuk do të shikojmë mbi bazat të qytetarëve, të ndara të qytetarit, por qytetarin e shohim bashkë të pandarë dhe të barabartë njëri me tjetrin. Shihni këto si probleme që janë të vështira për të zgjidhur apo me pak punë gjithçka mund të vijë në binarët e vet? E shohim shumë të zgjedhshme dhe kjo është zgjidhje për Prizrenin, sepse ne mendojmë që e kemi guximin për t'i bërë këto, për ta ndryshuar Prizrenin dhe për ta sjellur një herë mirë në rrugë drejtë. Mendoj që si lëvizje vendosje ne kemi këtë mundësi, sepse nuk jemi pra të ndyer me korrupsionin, nuk jemi pra kryesisht biznise të cilat i kemi bërë së bashku me parti tjera që kanë bërë këta, dhe kryesisht askush nuk mund të na kap në mangë dhe të na thotë ngadalë se do të ke bërë diçka të tillë, sepse ne nuk e kemi bërë. Madje në të ardhmen neve askush nuk mund të na thotë ma jep këtë tender ose ma jep atë tender, sepse edhe donacionet të cilat i marrim ne, i marrim në shuma të limituara dhe i marrim kryesisht prej vullnetit të mirë. Ju e keni parë Albin Kurtin i cili pra doli dhe tha dononi për ndryshimin. Me një farë forme e bëri tetë publike punën e donacioneve dhe donacionet tona i keni tetë pra publike dhe i keni të publikuara për herë në webfaqen tonë. Këtë dëmon shembull të mirë, nuk mund ta gjeni në asnjë subjekt politik. Prandaj edhe fushatën tonë, të gjithë harxhimet për fushatën tonë ju i keni online dhe sa herë që doni mund të hyni dhe të shihni. Ndërsa partitë tjera harxojnë miliona dhe ato nuk bëjnë publike, sepse hyjnë në borxhe të kryesisht firmat e grupet e interesit që më pastaj, pas fushatës t'u kthejnë. Unë, si kandidat për kryetar komune, nuk ndiej obligim t'ia kthej asnjë grupi, domethënë të interesit, asnjë firme pra parat përmes tenderve. Pra te unë, ose televizjave vendosje, çdo gjë do të jetë transparente, sepse nuk i kemi bërë. Ne jemi lidhur drejt për drejt me qytetarin, kemi komunikuar me ata dhe mendojmë që kjo kontratë sociale, ta themi, kjo kontratë shoqërore është e lidhur me ta dhe asnjë farë forme me grupet të interesit, të cilat çojnë në degradim, çojnë edhe në korrupsion. Jeni optimist për fitore Arber? Sigurisht, kur kemi hyrë në këtë garë, ne kemi hyrë si pjesë për ndryshim, si lokomotive ndryshimit, prandaj besojmë, qysh në fillim e thash, besojmë në fisnikërinë e votave të qytetarëve dhe besojmë pikërisht pra ne
që do t'jemi fitues për besuar dhe qytetari, dhe me 3 nëntor së bashku, pra do të rrugtojmë drejt fitores, sepse ne për çdo ditë zbarkojmë në për fshatra të ndryshme, zbarkojmë në për lagje të ndryshme, duke e bashkëbiseduar me qytetarin. Nuk e kemi problem pra qytetarit të hyjmë brenda në banesë dhe brenda në shtëpi, sepse kur dalim jashtë nuk i vjedhin fare. Pra, kjo është ajo që e bëjmë ne, dhe kur dalim para qytetarit, dalim me fytyrë, sepse fytyra joni kapet vetëm me 5 gishta, po e marrë qëllimisht, domethënë këtë diskursivitet i cili mund duket tetë shoqëror, po megjithatë kjo është e drejta. Ne jemi lëvizje vendosje, jemi krenar, pra shumë me ato se çka përfaqësojmë, mirë po jemi modest, karshi qytetarit tonë, dhe mundohemi që t'i japim zgjidhje qytetarit për të gjitha problemet të cilat ai i ka. Mirë, para se ta përmbyllim bisedën, do doja të flasim me ju pak edhe për votuesit në përgjithësi. Mendoni që do të ketë votues më shumë, pasi që ka dhe alternativa më shumë në këto zgjedhje? Ose të themi ndryshe, si t'i nxisim ata që dalin? Lëvizja vendosje nesër në orën 1 në sallën e sporteve Regjahi Suroje ka një tubim elektoral të madh, ku nga këtu bëj thirrje për pjesëmarrje masive në këtë elektorat, dhe mendoj që në orën 1. Besoj që në këto zgjedhje qytetarët duhet të dalin sa më shumë, që në emrin e tyre të mos ketë pra njerëz të pandërgjeshëm që votojnë, me qenë se ne jemi shumë të përkushtuar, pra ta mbrojmë votën e tyre, dhe jo votën vetëm të vendosjes, por vullnetin e sovranit, që kemi bërë për herë, dhe këtë e kemi garantuar, madje subjektet politike dinë dhe thonë për herë që komisionerët e vëzhguesit janë gardianët e votave të qytetarëve. Ne do t'jemi ashtu, dhe se nuk do t'jam syej pra partia në pushtet në asnjë farë forme që ta mendoj që ta vjedh asnjë vot, sepse do të ndeshen me ne në kuptimin e mbrojtjes së votës, dhe mendoj që qytetarët duhet të dalin sa më shumë në zgjedhje, dhe se nëse qytetarët dalin sa më shumë në zgjedhje, fitoria e vendosit do t'jetë shumë afër, por megjithatë, edhe nëse nuk e votojnë vendosjen, unë bëj ftesë pra që qytetarët të dalin masivisht në zgjedhje dhe ta thonë pra fjalën e vet, verdiktin e vet, sepse duke mos e thonë fjalën e vet, po vim në përfundime të tilla, pra ku kryetarët po i kemi në për salla gjyqësh, të cilët pra edhe po keqeverisin. Mendoj që nëse qytetarët në këto zgjedhje komunale do të dalin në masivitet, nëse qytetarët pra do të dalin për ndryshim, atëherë ajo qeshja që e thej më herët nuk do t'jetë në fytyrën time, as në fytyrën e vendosjes, por duhet të jetë realisht në fytyrën e qytetarëve, të gjithë qytetarëve të Prizrenit. Mirë, nëse ke përshtu diçka për fund të kësaj bisede? Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë të më ftoni në emisione, se vërtet mua më ka ramalli me dalë për emisione lokale, po ka kohë që nuk po dalë në emisione lokale vetëm në ato qendrore, dhe besoj që gjatë ditëve që po vinë, aktivitetet tona do të shtohen ende më shumë, dhe në këtë farë forme vizitat tona në shtëpitë e qytetarëve ne do të zbarkojmë pra në të gjitha lagjet dhe fshatrat, do të kemi mundësi më të tepërta pra për të marrë pjesë bashkëbiseduar së bashku me ta, për ta vullosur fitoren tonë përfundimtare pra me 3 nëntor. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit shumë.